Me fshatin Ratkos kemi bashkëpunim tash e 22 vite, pe kur Indje Bacamet e ka bërë organizimin e parë. Jemi shumë të kënaqur, këtu gjithmonë aksioni është i kujdesshëm. Sot për hir të figurës së ndritur të Bacasmet, kemi ardhur, shpresoj që gjithçka do të shkojë mirë. Këtu gjithmonë ka pas fluks madh dhuruesve, shka apeloj edhe te fshatra tjera, le të sensibilizohen, shkojnë në rrugës Ratkocit e Denjit, edhe të kemi sa më shumë dhurues se kërkesat për gjak janë shumë të mëdha në qendrën tonë. Ky vit është më emocionos, ky vit është pa njërë nga iniciatorët e dhurimit të gjakut Bacasmet, i cili fizikisht këtë përvjetor nuk është, edhe jo rastisht ky vit i kushtohet Bacasmet, shaj kujtimi. Dita tradicionale e dhurimit të gjakut në Ratkos i përkushtohet Mehmet Hodit, Metës, siç e njohim ne, i cili ka vdekur vitin e kaluar, dhe sepse njëri nga nismetarët bashkë me familjen ka qenë që të kthehet në fakt në traditë dhurimi i gjakut në këtë fshat, edhe ne i gëzohemi faktit që numri i të interesuarve për të dhuruar gjak po vjen duke u rritur, dhe kjo është një dëshmi që flet për vetdijen e ngritur, për përkushtimin e lartë, po edhe për gatishmërinë që në mënyrë vullnetare dhurohet gjak, që është një lloj sakrifice. Këtu në fshatin tonë shkon gjithçka mirë, dhuruesit i kem të rregullt, është bërë traditë, kjo tash 22 vite, po përndryshe dhuruesit vinë presin edhe para orës 10 apo pak më herët, aq shumë sa që kanë vullnet. Vinë jo vetëm fshati Ratkos, po vinë edhe banorët e fshatëve për rreth. 5 shkurti ka filluar si një datë tragjike në familjen tonë. E kanë nisë 2 prindët e mi, sot babi veç në këshmesin tonë ka ndru jetë me 19 gusht 2025. Ai ishte organizatori i parë ku ne filluam mas pari si familje në odën tonë. Mas 3-4 vite e kemi filluar edhe e kemi zgjenu organizimin e kemi bu në shkollën fillore, ka të dëshmorë në fshatin tonë, edhe pastaj t'ju rrit numri veç e kemi vazhdu edhe në mjekësinë familjare, ku sot buhen 22 vite prej organizimit.